a ndikon namazi edhe në shëndetin fizik? Padyshim kupton që të gjitha obligimet të cilat Allahu Dhul Xhelal na i ka bënë farz, sikur shka do të abdesti, sikur shka gusli, sikur shka namazi, sikur shka xherimi, sikur shka haxhi, sikur shka do të thotë zekati. Të gjitha, do të thotë pa përjashtim, Allahu Dhul Xhelal i ka bënë për çka? Për me pas na dobi. Me pas mas për dobi shpirtërore, por mas edhe dobi trupore. Ashtu që lëvizjet të cilat do të bëhen në namaz janë lëvizje të cilat e fusin në lëvizje krejt muskulaturën e njerit. Ashtu që nëpërmjet lëvizjes së krejt muskulaturës e njerit do të largohen shumë apo parandalohen, do të thotë shumë koçitje apo që më thon pengesat të cilat do të thotë vinë në trup. Por ne si besimtar duhet me pas një çështje parasysh. Do thotë namazin nuk duhet me fal, apo vetëm pse kemi shnet në lëvizjet të cilat janë në namaz. Apo agjerimin nuk duhet me bëna pse do të bëhemi më mirë. Apo abdestin nuk duhet me bërë pse se do të jemi na për shembull më të shëndetshëm. Por çka duhet me bën këto të gjitha për Allah. E kur njeriu do thotë i bën punë për Allah, e ka edhe shnetin, e ka edhe sevapin. Shpjegia jam i qartë. Do thotë punë duhet me bëna për Zot. E pastaj kur ti bëjna punë për Zot, Zoti i ka paraqo se çfarë do bi na kena në ta. Ashtu që si në vepër të cilën e punon besimtari, do thotë i ka dobit, mas për herë trupore, e pastaj shpirtërore të cilat do t'i shpërblen Allahu Dhul Xhelal kur dalin përpara mallënisë tina.